Plaka zvicerane më kënaqi më shumë se vajzat e reja. Ai që e ka dëgjuar këtë thënie do të mendojë se jam një plak i prishur, një ligështari që kërkon komoditet në vend të pasionit. Por historia ime nuk është aq e thjeshtë. Dhe për të kuptuar pse një grua 62 vjeçare më kënaq më shumë se çdo vajzë 25 vjeçare, duhet të filloj nga fillimi. Isha 45 vjeç kur u divorcova. Martesa ime ishte zgjeruar si një kostum që nuk më bënte më. Ngushtë në disa vende, i lirshëm në të tjerat, por kur s'më përshtatej si duhej. Kur u ndam, nëna ime më tha: "Tani do të hash të gjitha dëllinjat që nuk i ke provuar kur ishte i martuar." Me një shaka në buzë dhe një brengë në zemër hyra në tregun e të pashuajve. Para se të takoja Elisan, isha një turist në botën e takimeve, vajzat e reja të bukura, energjike, me kocka të dukshme dhe plan të padukshëm, të tërheqnin me një magnetizëm të papërshtatshëm. Atëherë, në një mbrëmje verore në Zvicër, gjatë një konference pune, pa e ditur, hodha hapin e parë drejt saj. Elisana ishte e ve dhe po pushonte në të njëjtin hotel. E pash për herë të parë në bar, duke lexuar një libër të Hermann Hesse në gjermanisht. Unë, me një godu whiski në dorë, e qora veten duke e pyetur nëse dikush e kishte zënë vendin. Ajo më shikoi mbi syzet e leximit dhe më tha me një anglishte të shkëlqyer me theks gjerman në Zvicër, ne gjithmonë lëm një vend për të huajt. Kështu filloi një bisedë që zgjati 3 orë. Mësoi që ishte mjeke pediatre e pensionuar, kishte 2 fëmijë të rritur dhe sapo kishte humbur bashkëshortin pas 38 vjetësh martesë. Unë i tregova për 2 fëmijët e mi, për ndarjen time, për shqetësimin tim në jetë. Në fund të mbrëmjes ajo më tha: "Nëse dëshiron të vazhdojmë bisedën nesër, unë kam një dhomë me pamje më të mirë se kjo." Dita tjetër pas darkës, unë gjitëm në dhomën e saj. Pamja nga balkoni ishte magjepsëse, liqeni dhe malet e vendosura si në një kartolinë. Por më magjepsën sytë e saj të urtë, të cilët dukeshin të dinin diçka për jetën që unë ende po mësoja. "Ti kërkon diçka nga gratë e reja që ato nuk mund të të japin," më tha, duke më parë drejt në sy. "Ti nuk kërkon trup, ti kërkon histori, dhe ne gratë më të vjetra kemi histori më të mira." Atë natë nuk bëm asgjë fizike. Folëm për humbjen, për kohën, për trupin që ndryshon. Ajo më tregoi për shenjën e saj të kirurgjisë së gjirit. 10 vjet më parë dhe si bashkëshorti i saj e kishte puthur atë shenjë çdo ditë deri në fund. Unë i tregova perën time të kurizit dhe si isha ndjer i pafuqishëm kur nuk mund të luaja më futboll me djent e mi. "Ti kërkon dikë që të mos të bëj të ndihesh i vjetër," tha ajo, "por unë do të mësoj të ndihesh i qetë dhe me vjetërsinë tënde." Javën tjetër kthehesha në Shqipëri, por marrëdhënia jon vazhdoi. Takime në Zvicër çdo 2 muaj, thirrje video çdo të diel dhe po herën e dytë që u takuam bëm dashuri. Dhe këtu qëndron e vërteta. Seksi me Elisianën nuk ishte një sprint, ishte një maraton e ngadalt ku çdo hap ishte një zbulim. Kur të bësh dashuri me një grua që e ka njohur trupin e saj për 62 vjet, nuk ka gabime, nuk ka turp, nuk ka pyetje të ndryshme si: "A të pëlqen kjo? A të dhëmba jo?" Ajo e dinte dhe më mësoi mua, më mësoi se intimiteti nuk është vetëm fshehje kockash, është ekspozimi i plogështive. Një mbrëmje në hotelin e saj në Lucern, ndërsa rrinim së bashku, pasi kishim bërë dashuri, më tha diçka që më ndryshoi. "Kur isha e re, dashuria fizike ishte një pyll ku humbja. Tani është një kopësht ku kam kujdesur çdo lule dhe unë t'i jap qasjen atë kopësht." Në kontrast, përpjekjet e mia me gratë e reja ishin plot me heshtje të vështira dhe pritshmëri të paarsyeshme. Ato kërkonin t'u provoja diçka. Elisana kërkonte të tregoja diçka. Ato donin t'i bëja të ndiheshin të rëndësishme. Ajo donte të ndiheshim të qetë. Dikush mund të mendojë
se kjo ishte një marrëdhënie e pabarabartë. Unë duke marrë urtësi, ajo duke marrë shoqëri. Por nuk ishte kështu. Një ditë, kur isha i stresuar për punën, ajo më tha: "Sot unë dua të qesh, më tregoj një shaka të keqe, më bëj të ndihem e re." Dhe unë e bëra, dhe ajo qeshi me një qeshje të pandërtuar, të rëmujshme, që më kujtoi vajzat e reja, por me një ndryshim, nuk kishte pritshmëri për të qeshur, thjesht qeshi. Gjëja më e çuditshme, shoqëria ime, shokët e mi të divorcuar, më quajnë të çmendur. Pse po humb kohën me një plak? Më pyeti njëri. Kur mund të kesh një vajzë 30 vjeçare? Një tjetër më tha se nuk e kuptonte. Ajo ka më shumë rrudha se libri i telefonave të vjetër. Por ata nuk e dinë se çfarë është të prekësh një lëkurë që ka mbajtur diellin dhe dimër për 6 dekada. Nuk e dinë se çfarë është të bisedosh me dikë që nuk ka nevojë të bisedojë për të mbushur heshtjen. Nuk e dinë se çfarë është të bësh dashuri me dikë që nuk ka asgjë për të provuar, vetëm shumë për të dhënë. Një herë, një kolege e re e bukur dhe ambicioze bëri qartë se ishte e interesuar për mua. Çfarë sheh tek ajo plaka që nuk gjen tek unë? Më pyeti sinqerisht, dhe unë përgjigja me një sinqeritet të papritur. Kur jam me të, nuk më duhet të shtije gjë përpara. Mund të jem plak që jam, dhe ajo e sheh këtë si një virtyt, jo si një faj. Elisana më ka mësuar se vërtetësia është më seksi se përsosja. Një mbrëmje, ndërsa provoja të fshehja dhimbjen e kurrizit tim, ajo më tha të shtrihem në dysheme dhe më bëri një masazh. Sot unë, nesër ti, tha. Nuk ishte një shërbim, ishte një shkëmbim. Kur dhimbja e saj i artritit ishte e keqe, unë i gatuaja dhe i mundoja këmbët. Ky ishte intimitet, të kujdesje për trupin e një tjetri, ashtu siç ishte, jo siç dëshironte të ishte. Ka një thënie që thuhet shpesh: gratë e vjetra janë si verë, ato e dinë se çfarë do të bëjnë dhe e bëjnë mirë. Elisiana nuk është verë, ajo është erë e vjeshtës, e butë, e freskët, që të kujton se çfarë ke humbur dhe çfarë ke fituar. Tani, pas 4 vjetësh, ne jetojmë gjysmë të vitit në Zvicër dhe gjysmë në Shqipëri. Kur njerëzit na shohin së bashku, shikojnë një burr 52 vjeçar me një grua 66 vjeçare. Po ajo ka mësuar të mos i interesoj mosha. Shohin 2 njerëz që nuk përshtaten në asnjë kategori të zakonshme. Por ne e dim çfarë kemi, dhe unë e di këtë. Kur të bësh dashuri me një grua që e ka parë vdekjen, lindjen, sëmundjen dhe shërimin, ajo sjell një prani në shtrat që asnjë vajzë e re nuk mund ta ketë. Nuk ka frikë, nuk ka pasiguri, ka vetëm dhurim. Kështu që për ata që pyesin pse plaka zvicerane më kënaq më shumë se vajzat e reja, kjo është përgjigja ime, sepse në shtratin e saj unë nuk jam një trup që duhet të performoj, jam një histori që duhet të tregohet. Dhe ajo është një histori që dëshiron të dëgjohet, jo me veshët, por me lëkurën, me zemrën, me kujtesën. Dhe kjo më duket është kënaqësia më e madhe e të gjitha, të dish se ti dhe ajo jeni 2 libra që kanë lexuar njëri tjetrin plotësisht dhe prap e lexojnë përsëri sepse e dinë se do të gjejnë diçka të re çdo herë.